Parasysh, mjekimi i gripit ka gjëra standarde, nuk është se do shpikim gjëra dhe ose do heqim në gjurmë të reja. Kalohet direkt në antibiotik? E gjëja e vetme që rekomandohet është që mos ketë antibiotik. Gripa, virozat absolutisht nuk ka nevojë që të mjekohen me antibiotik. Zero, përsa kohë është grip. Nëse fillojnë komplikacionet, pikërisht të duhet mjeku që ta vlerësojë, atëherë fillojnë. Antibiotik vetë, në mënyrë popullore, pelazke, po e qyrim të vjetër, fare, asnjë mos përdori. Ajo që unë do të thoja është kjo, që e para, neve duhet kemi parasysh që të bëjmë vaksinë për mujin tetor në dorë, dhe unë mendoj që ne kemi një edukat të ulur për vaksinimin e popullsisë, ashtu, dhe na duket si shumë personat që shesim në kafenato janë ato që se bëjnë vaksinën, jo ato që bëjnë vaksinën e djegësirat e mjekut. Ai është ai bulët i periferia që thënë italianë që unë se pojmë i për me gjithë vaksinën tjera ashtu. Kjo është e para dhe e dyta, pra përveç asaj zgjimit të antikorpeve që duhet ta bëjmë mujin tetor në dorë, ne duhet të kemi parasysh, nuk duhet të përdorë emra tregtar, por unë jam fanatik i njerëz, por absolutisht zero emra tregtar, duhet nëse në 2 ditë e para, nëse neve shohim që kemi simptomat e gripit, direkt antiviral. Antiviral urgjentisht dhe do të shikoni sepse ul ngarkesën virale. Pra, ndërsa e para prodhon antikorpe, kjo e lufton direkt antigenet. Pra, janë dy gjëra totalisht të ndryshme, viruset në këtë rast. Pra duhet antivirali, Antiviral, absolutisht, shkoni në farmaci, keni me emra të ndryshme. Sigurisht. Nuk du absolutisht të zbilançohem, kjo është më e mirë se kjo marrë, por antiviralet duhet të futet në atë paketën ndihmëse për pacientët që kanë nga gripi. Po sa shpesh i përdorin, doktor, gjatë kësaj periudhe antiviralet? Jo them, sa shpesh i përdorin, nuk paradigjojmë që të përdorin shumë shpesh. Unë mendoj që edhe këtu ne kemi atë teorinë që hapë se kalon kjo më. Më kupton? Nuk është se kemi edukatën antiviralve. Dhe po të flasësh për antivirale, unë mendoj që pa cilësuar emra kompanie kështu, të gjithë mjekët infeksionistë dhe jo, duhet të bëjnë që të ngulitet njeriu në kokë që ditën e parë, ditën e dytë vetë të shtohet ngarkesa virale sepse prodhohet në trup. Nëse ne do të përdorim antiviral, neve do ta ulim këtë gjë. Njërë në 3 orë, 4 orë si është? Jo, është 2 herë, njërë mjes, njërë E pra, se ka njërët se zhjetë në 12 orë. Njërë në 12 orë shkoni dhe i keni në për farmaci. Por vetëm me këshillën e mjekut. Jo, antivirali me këshillën e mjekut, për dhe mjekut nuk ka shumë me shpikun. Çdo të thotë kjo. Nëse ti je një subjekt i thyshëm në mosh ose në gripi, që ke smurje, njeriu e di vetë smurjen shoqëruese që ka. Nëse ti e shikon që ke vështirësi në vitet e kaluara ti përballosh gripit, atëherë s'ka nevojë edhe se nuk është se po merr një gjë, domethënë që duhet patjetër receta e mjekut. Pra, receta do shkon me çoj një familjar, më duhet jetë virosa hajde në shtëpi, domethënë sipas gjithë rregullave që ka shteti dhe shkon me antiviralin për katës. Pra, nuk është se të duhet, dhe kjo është sa më shpejt. Është në varësi të një kategorie njerëzish që duhet ta pinë, domethënë ka njerëz të përjashtuar? Jo, antiviralin nuk paro, jo, absolutisht. Thuhet për smundje të rënda të zemrës, por nuk është se ka kështu të efektansore të dukshme të cilat janë absolutisht mos përdoren antivirale. Do të bëj një pyetje nisur edhe nga përvoja personale, nga çfarë kalova dhe vetë gjatë kësaj periudhe me gripin, që ishte një bllokim veshësh i jashtëzakonshëm që jo vetëm tek vetja, por e kam parë edhe tek shumë të tjerë. Pse ndodhte ky si fenomen tek ky grip që nuk është se binte në sy në gripra të tjerë? Po, sepse çlirohet shumë histamina dhe kjo është një ndër dallimet gjithashtu edhe të gripit nga virozat e tjera. Çlirohet shumë histamin, ke pas edhe kongestion të madh nazal, që ne themi mukoza qyre e tjera popullore, dhe pikërisht kjo bllokon dhe putrifikon kanalet e brendshme të veshit. Dhe të fillon edhe dhimbja veshit dhe një dëshkajtje dhe temperaturës. Dhe një ndër mjekimet është që të lirosh sa më tepër këto si kanalin, por mbi të gjitha duhet të lirosh të gjithë mukozën që ke gjatë me këto antikongestionantët e hundës e tjerë, ose me antihistamin, që mos prodhoj shumë histamin dhe të prodhoj shumë mukoza trupi. Ishin efekte anësore që i kishte ky si grip pra për një pjesë të madhe? Jo, nuk mund ta gjej dot efekt anësor,
është një ke smunit kongestionuse, unë do të quaja një bashkëudhëtar i këtyre. Sa po bën avulli, aerosoli në këtë rast? Aerosoli më mirë sepse i fluidifikon dhe i nxjerr më kollaj mukozat. Gjithashtu e dyta, mos prodhohen mukozat antihistaminik, sepse fund fare shtirimi histamine. Dhe e treta me këto vazokonstruktorët periferik, me pika në hud, që t'i majnë për disa kohë sa më gjatë jetë e mundshme, pa egzageruar, të fusin pika në hud në mënyrë që të aeroset më mirë gjithë situata ku do të kjo. Sidomos të gjë vjetre të fëmijët, pak nga eksperiencat personale, që prandaj do të ketë një lirim sepse ka lidhje të infekcion. Dhe mos u bëni nëna të lidhura me antibiotikët. Antibiotikët do të shikoni mas temperaturës 38,5 të konsultoheni me mjekun. Edhe kjo nëse zgjat disa ditë. Edhe kjo, po, eksakt, qofse do zgjasin disa